se Allahu Teala është i kënaqur me juve për 3 çështje dhe i uren te ju 3 çështje të tjera. 3 çështje që i do Allahu dhe është i kënaqur është se ajo është i kënaqur që ju ta veçoni atë me adhurim dhe ta braktisni shirkun me të gjitha llojet. Dhe është i kënaqur që ju të kapeni pas litarit së tij dhe të largoheni prej përçarjes. Dhe është i kënaqur që ju t'i këshilloni ata që e kanë pushtetin mbi juve. Do të thënë këshillat e pushtetarëve në mënyrë sekrete dhe të fshehtë. Si na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam, jo sipas rrugës së ikhwanul mufsidin wa khawanatul muslimin, që u thonë muslimanëve tash, dilni kundër pushtetarëve tuaj në vendet tuaja, shkatërroni vendet tuaja e pastaj do shkoni në Palestinë edhe do luftoni. Jo, kur ta shkatërrojsh ti vendin tënd, nuk do kesh fuqi as me dal dhe me lishu vendin tënd, po do zhytesh në pluhurin që të ka kapluar rreth teje. Kjo aklija, kjo logjike e ikhwanul musliminëve nuk u shërben muslimanëve. Kjo u shërben vetëm qafirave. Edhe tash që kanë dash në Jordani, të bëjnë probleme, që ata ikhwanul mufsidin me bosh përthime kundër qifutve, që pastaj qifutët me pas të drejt me hy në Jordani dhe me shkatru Jordanin. Sa ta thonë, ata na kanë gjujt neve. Tash ne bëjmë dallim, a është ai ikhwani, a është Kharixhi ose çfarë është. Edhe tash do futem edhe në Jordani, pastaj do futem edhe në Egjipt, do futem edhe në të tjerat. Kujt i shërben kjo agent? I shërben, domethënë, qafirave, jo muslimanëve. Prandaj Sheikh Ahmed Shakir rahimahullah ka qenë pi Egjiptit dhe ka njeh domethënë Hasan al-Banna nga afër. Thotë, ne kemi informacione të sigurta se këto njerëz financohen prej komunistave dhe qifutëve. Kurse çështja që Allahu subhanahu wa taala i uren për muslimanët është thashmethënia, është pyetje të shumta dhe humbja e pasurisë.